Të festojmë së bashku Kurban Bajrami, titulloi aktiviteti festiv i organizuar nga Miftinia Shkodër, një rikthim i traditës i festimit të Bajramit me fëmijët, për të cilët të dhuruan ëmbëlsira dhe surpriza. Në mesazhin e tij Mifti i Shkodrës Imam Muhamet Sytari urrët për bekimin e familjes shkodrane. Ka një dritë shumë të bukur sot në qytetin e Shkodrës. Edhe ky diell që na shndrit na sjell edhe mirësinë e madhe të Kurban Bajramit. Edhe patjetër që Kurban Bajrami i si vjeshëm është shumë më i dritshëm, edhe shumë më i bukur edhe plot bekime për të gjithë ne. Ne e menduam bashkarisht me stafin e Miftinis që të rikthehemi traditës tonë të festimit të bajrameve me fëmijët tanë. Edhe besoj se të gjithë me zi që pritni për me e fillu këtë program, edhe me marë prej dhuratave, edhe amëlsinave, edhe vizatimeve, por jo vetëm, që stafi ka përgatit për ju. Unë ju uroj me zemër që Zoti fuqiplot me ju beku ju dhe familjet tuja, edhe është shend i madh për Shkodrën, kur i shohim fëmijët tonë me fytyra të qeshuna, edhe i shohim fëmijët tonë të gëzuar, edhe i lutem Allahut Azza wa Jall që t'i ruajnë këto fëmijë, t'i begatojnë këto fëmijë dhe prindët e tyre t'i kenë në bebet të synit e të gëzohen në këtë botë e në jetën e përtejme. Inshallah Taala të keni jetë të gjatë, edhe të gëzoni sa më shumë bajrame dhe ta kujtoni këtë moment shumë të bukur për gjithë secilin për jush. Unë ju uroj me zemër dhe ju bekoj me zemër. Allahu ju dashur dhe begatoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mos ja vononi fëmijëve festën edhe le të fillojnë me ato orëndit e surprizat e tjera. Edhe shumë faleminderit edhe për mësuese Kimetën, që është ashtu sikur se ka emrin Vlerë. Edhe ajo bashkë me stafin e saj kanë bërë këtë kontribut shumë të madh për cilin unë i falenderoj shumë edhe i lutem Allahut t'i begatoj. Aktiviteti festiv organizuar në borën e xhamisë së Parrucës.